Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materiale në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin me iniciale LE, 29 vjeç, banues në Durrës, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim shtetasi ST, 27 vjeç, banues në fshatin Risili, se për motive të dobta, se ky shtetas e ka kanosur me një mjet prerës thik. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarand referuan materiale për vlerësim, mbasi ka kallëzuar shtetasi me iniciale AJ, 24 vjeç, se për motive të dobta, shtetasit AB, 18 vjeç, dhe një shtetas tjetër i mitur, 17 vjeç, e kanë goditur me shkelma. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Himar referuan materiale në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin KX, 30 vjeç, banues në fshatin Palas, Himar, mbasi ndaj tij ka bërë kallëzim shetasi MŠ, 38 vjeç, se për motive të dobta ky shtetas e ka goditur me grushta dhe ka kanosur me një armë sportive. Specialistët e seksionit trafikut urban dhe interurban Vlorë arestuan shtetasin VQ, 43 vjeç, banues në Vlorë, mbasi në rrugën Gjergj Kastrioti u konstatua duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.